just building on top of the world. Arkitekt nga e gjithë bota u mblodhën në Tiranë në edicionin e dytë të festivalit Bukë dhe Zemër. Tema e eventit pejsazhet të Bollokut e vendos fokusin nga ndërtesat e izoluara, tek hapësirat midis tyre, pejsazhet, ekologjit, infrastrukturat dhe sistemet e gjalla që formosojnë Shqipërinë. Gjatë fjalës hapse, kryeministri Edi Rama e cilësoi arkitektët si foshnjët e preferuara të Zotit, pasi vizioni i tyre ndërtoi hapësirat në të cilat ne jetojmë. Mendoj që e kam thënë ç'kam pasur e ç'kam për të thënë dhe ju e dini besimin që kam unë tek arkitektura, tek bindja që arkitektët janë foshnjat e privilegjuara të Zotit dhe të vetmit mes njerëzimit që ju është dhënë nga Zoti mundësia të luajnë Perëndin, sepse të gjithë të tjerët kanë nevojë për arkitektët që të jetojnë jetët e tyre e që të ndërtojnë botën e tyre. Për kreun e qeverisë, ruajtja e natyrës duhet të jetë në fokus të çdo projekti. Ruajtja e natyrës mund të ketë të bëjë dhe duhet të ketë të bëjë edhe me zhvillimin, në harmoni me natyrën. Jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës. Të mos u themi që nëse doni të jetoni me natyrën, nëse se doni të jetoni në pejsazhe të ndryshme, duhet të largoheni në mbrëmje sepse mund t'ju hanë ujqërit. Jo, mund edhe të flini aty në mbrëmje, mund të zgjoheni për kështu në mëngjes e të punoni aty, mund të ftoni njerëz aty. Ky festival jep studiove arkitekturore mundësinë që të prezantojnë projektet e tyre si dhe ide se si mund të modernizohen ndërtesa apo zona, të cilat janë jo funksionale. Kjo i jep dhe qeverisë mundësinë për të hapur më pas konkurse, për të sjellë në jetë këto ide.